Titulli Sheikh, në këtë rast thot Sheikh Albani për shembull, është devijim nga feja, sepse sekti shehler ka shumë që i thojnë Sheikh aty në prisave të vetë. Shef Ilani, shef Isteki. Ndush me kuptu në esencë fjalën Sheikh. Sheikh i thot paka shumë 3 kategorisë njerëzve. Dietarit, që ka dije për fe, i thot pasanikut, që të na përkthejnë sheik, i thot edhe plakut në mosh. Plakut. S'ka lidhje me ata që të na kuptohet shef Ilani, shef Isteki. Sheikh ban mi thonë dietarit. Ban edhe të na përdorin hoxh. Ban mi thonë edhe Sheikh edhe të na. S'ka kurfar probleme. Pra, nocionë se bot kuptimi i sheh filani edhe kështu më radhë që është kuptohet të na, është krejt tjetër për asaj që është në gjuhën originale. Këtu të na kuptohet për prisin e ati sektit të dërveshve, po që kështu i cili, do më thonë, është i thot vetës sheh. Të na që shtu kuptohet. Por në origin, fjala Sheikh i thot dietarit islamit, cili njeh Kur'anin, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, landet apo do të thonë dijet e ndryshme fetare. S'ka kjo të bëjë me tjetër në asgjë, edhe nuk është devijim, ban mi thoni dietarit Sheikh.